Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ka folur sërish nga Zvicra, aty dhe ku ndodhet pas largimit nga Shqipëria. Ai ka dhënë një intervistë për gazetarin Vincent van Gerwen Oye. Ahmetaj flet për gjithçka, nga krimi tek situata në PS, aferat e Edi Ramës, e deri te kërcënimet që ka marrë dhe arrestimi i Veliajt. Në politikën shqiptare, të qenit numri 2 është një propozim i rrezikshëm. Numri 2 më i famshëm në historinë e saj, Mehmet Shehu, dyshohet se vrau veten në vitin 1981, pas gati 30 vjetësh si kryeministër në udhëheqjen e diktatorit komunist Enver Hoxha. Një imazh i njohur i publikuar pas vetvrasjes së tij të supozuar e tregon atë në shtrat të veshur me një këmishë të bardhë. Një njollë vetme e vogël e kuqe pranë zemrës së tij sinjalizon saktësinë befasuese me të cilën ai ishte në gjendje të qellonte veten. Sajmir Tahiri, ministri i parë i brendshëm në kohën e kryeministrit Edi Rama, u dënua në vitin 2019 me 5 vjet burgim, pasi gjykata e krimeve të rënda në mënyrë të pashpjegueshme ndryshoi akuzën nga pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe trafik ndërkombëtar droge në shpërdorim detyre. Së fundmi, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, për cilin ndërkombëtarët e shumë që kalonin nëpër qytet besonin se ishte trashëgimtari i Ramës, u arrestua me akuzën e korrupsionit dhe pastrimit të parave. Pas një mbrojtjeje të ashpër fillimisht, Rama ditët e fundit është tërhequr, ndërsa postimet gjithnjë më të ashpra të Veliajt në Facebook tregojnë se ende nuk e ka kuptuar plotësisht se ai ka të ngjarë të mbyllet për një kohë të gjatë dhe askush atje nuk do ta shpëtojë. Një mësim që ka nxjerr padyshim ish zëvendës kryeministri dhe ministri i financave Arben Ahmetaj, i cili ka shërbyer nga viti 2013 deri në 2022 nën kryeministrin Rama, është ndoshta është më mirë të mos qëndrosh në vend, pasi përfundimisht ose vdekja ose burgu i pret ata që kanë njohuri të thella dhe përgjegjësi për dhunën dhe korrupsionin në krye. Kështu, kur SPAK i kërkoi kuvendit në korrik 2023 heqjen e imunitetit për të arrestuar dhe kontrolluar pronat e tij, ndërsa ishte jashtë vendit me pushime me familjen e tij, ai vendosi të mos kthehej. Megjithatë, Ahmetaj vazhdon të jetojë në mërgim në Zvicër, i paqartë se kur dhe në cilat kushte do të mund të kthehet në atë dheun e tij. Gjatë vitit të fundit ai ka dhënë një sër intervistash për mediat shqiptare dhe italiane, duke akuzuar ndër të tjera kryeministrin Edi Rama për korrupsion të gjerë, lidhje me organizata kriminale dhe akmarrje personale ndaj tij. Më 16 mars 2025 folën përmes Zoom për përvojën e tij të gjatë në qeverinë shqiptare dhe pikpamjen e tij për zhvillimet aktuale politike.